qendrave. Këtë nuk mund ta bëjmë pa kolegët tonë të cilët janë në terren. Nisur nga kryeqyteti, kemi kolegën tonë Pranvera Krasniqi. A është shtuar interesimi në këtë orë të fundit? Kjo është një gjë që na intereson shumë, jo vetëm për Prishtinën, por le ta nisim me Pranverën. Atëherë Pranverë, na thuaj si po shkon votimi në këto momente të fundit apo në këtë orën e fundit. Ka fluks apo vazhdon me të njëjtën dinamik? Gjendemi këtu pra në qendrën e votimit në shkollën Dardania, ku faktikisht kjo qendër shquhet se votuesit që janë të regjistruar këto, e lënë themi kështu në minutat e fundit që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës. Dhe po, ngjashëm po shohim se ka shumë qytetarë, cilët vetë ja kanë syer kësaj qendre, edhe kur jemi pra më pak se një orë derisa kur do të mbyllen pra të gjitha qendrat e votimit, dhe pavarësisht motit me shi, ka shumë do thot qytetarë cilët janë në këtë qendër, mirë po edhe në të tjera, pasi kemi parë edhe komunikacionin që ka qenë shumë më i dendur se që ishte më parë. Pra gjitha ata qytetarë që nuk kanë mundur ditën për shkak të obligimeve të tyre që ta kryejnë këtë obligim ose këtë të drejtë të tyre, e kanë shfrytzuar pra në këta minuta. Kur jemi tek kjo qendër që gjendemi ne aktualisht në shkollën Dardania, këto të regjistruar janë diku me të drejtë vote mbi 9.000 qytetarë, mirë po të drejtën e votës e kanë shfrytzuar më pak se gjysmë atyre, që i bie as 40% apo diku rreth 4.000 qytetarë, që është një shifër pakës më vogël se në raundin e parë të zgjedhjeve lokale pra të vitit 2025. Ndërkaq nëse flasim për gjithë kryeqytetin kështu në përgjithësi, dalja e qytetarëve ka qenë më pak se 40% kështu në përgjithësi, dhe mund themi se është një fluks pak më i ulët themi kështu i qytetarëve, cilët ja kanë syer kutive të votimit, por vlen të shohet dhe të theksohet nëse minutat në vijim dhe këtë më pak se një orë që kanë mbetur në dispozicion, nëse do të ketë edhe interesim më të shtuar të qytetarëve që t'ja mësyejnë pra qendrave të votimit që i kanë të përcaktuara sipas Komisionit Qendror Zgjedhor. Nëse bëjmë një përmbledhje të gjithë ditës kështu në përgjithësi, kryeqyteti, pavarësisht numrit të madh të qendrave të votimit në dispozicion, mirë po në anën tjetër edhe pavarësisht numrit të madh të regjistruarve pra për të votuar, që janë diku mbi 200.000 qytetarë me të drejtë vote në gjithë kryeqytetin, nuk është që ka pasur ndoshta ndonjë incident madhor, ka pasur, si që kam përmendë edhe në edicionet e tjera, pra në lidhjet e tjera direkte, ka pasur vetëm disa fjalosje kështu jo fort të dukshme dhe që vlen të theksohet, mirë po kur diçka të thotë që ja vlen theksohet dhe serioze. Mbi gjitha pra vlen theksohet se pavarësisht motit me shi, ne patjetër që do të qëndrojmë dhe do të shohim nëse ky fluks i qytetarëve do të rritet në minutat në vijim. Faleminderit shumë, Pranvera, faleminderit për këtë përmbledhje të gjithë asaj që ka ndodhur gjatë ditës së sotme në Prishtinë. Do të kalojmë tani në një qytet tjetër për të parë se si po shkon votimin në këto momente dhe një rekapitulim të gjithë ditës kudo që ka qenë dhe ka ndjekur